Miq të Radio Sol dhe të Kinotekës në Sol. Ja ku po i takojmë edhe këtë të mërkur prilli. Unë ju përshëndes të gjithëve, përshëndes edhe Violën që e kam këtu në studio. Si je? Mirë, mirë. Shqyr, sa më mirë t'jesh, sa më mirë t'jeni të gjithë ju që na ndiqni edhe nga radio, nga 89.0 FM, nëse jeni në makinë duke u kthyer nga puna, nga shkolla, kujdes rripin e sigurimit. Gjithmonë duhet të jeni të kujdesshëm. Ne do të kemi shumë sugjerime me filmash dhe librash, por së pari vazhdojmë me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë në vitet të ndryshme. Do të nisim me vitin 1805, lind Hans Christian Andersen, shkrimtari danez, autori prallave si Rosaku i shëmtuar dhe Vajza me shkrepse. Mbetet një nga figurat më të rëndësishme të letërsisë botërore për fëmijë, e në nder të tij, 2 prilli është shpallur edhe si dita ndërkombëtare e librit për fëmijë. Ej fëmijë, të gjithë ju, fëmijë që na ndiqni do thoja, prindër të fëmijëve që na ndiqni, jepuni fëmijëve sa më shumë libra, jo vetëm në ditën e sotme, por gjatë gjithë vitit. Në vitin 1840, vazhdojmë, lind Émile Zola, një tjetër shkrimtar i shquar dhe gazetar gjithashtu i shquar francez, nga figurat kryesore të naturalizmit. Émile Zola është autori veprave si Germinal dhe Thérèse Raquin. Vazhdojmë 1932, lind Margarita Xhepa, aktoreja e njohur shqiptare, e cila ka interpretuar në shumë filma dhe shfaqje teatrale, konsiderohet një nga zonjat më të mëdha të skenës shqiptare. Me shumë të drejtë dhe shumë e merituar. Konsiderat tërësisht e merituar. Absolutisht që po. E fundit 1968 në 2 prill jepet premiera e filmit 2001 A Space Odyssey, filmi vizionar i regjisorit madh amerikan Stanley Kubrick. Ky film ndikoi thellësisht në zhanrin fantastiko-shkencor dhe kineman botëror, në tërësi vërtet një nga filmat më të rëndësishëm të kinematografisë botërore. Ne tani pa humbur kohë, shkojmë tek sugjerimet e filmave. Tani ne I kemi të gjitha këtu, kështu që është radha e sugjerimit të filmave dhe është pikërisht tema që kemi përzgjedhur sot, Viola, që janë filma të cilat lidhen me kineast, aktor shqiptar. Fillojmë me njëherë me sugjerimet. I përmendim shkurtimisht së pari Lorna Silence i vitit 2008, Short Trip i vitit 2023, Albanian Virgin i vitit 2021, The Land Within i vitit 2022 dhe Të gjithë e thirrin Regj i vitit 2025. Do të flasim pak për secilin prej këtyre filmave. Duhet të themi që këta filma I përkasin temës që ne kemi zgjedhur për ditën e sotme, që janë pikërisht kinemaja, kineastët shqiptar në diaspor, ata shqiptar të Shqipërisë ose shqiptar të Kosovës qofshin. Do të nisim menjëherë me filmin e parë, që është pikërisht Lorna's Silence ose Heshtja e Lornës i vitit 2008, me regji të vëllezërve Dardenne, Jean-Pierre dhe Luc Dardenne. Filmi tregon historinë e Lornës, e cila luhet nga aktoria me origjinë nga Kosova Arta Dobroshi, një grua e re shqiptare që jeton në Belgjik dhe ëndron të hap një lokal me të dashurin e saj Sokol. Për të realizuar këtë ëndër, ajo përfshihet në një skemë martesash të rreme me qëllim që të fitojë shtetësinë belge. Filmi trajton tema të tilla si emigrimi, identiteti dhe moraliteti, duke ofruar një vështrim të thellë në jetën e një gruaje që përballet me zgjedhje të vështira në kërkim të çfarë? Në kërkim të një jete më të mirë, sigurisht. Tani, filmi është vlerësuar për realizimin e tij dhe performancat e fuqishme, duke fituar çmimin për skenarin më të mirë në festivalin e filmit në Cannes në vitin 2008. Vazhdojmë tek i radhës Short Trip i vitit 2023 me regji të Erenik Beshirit. Është një film dramë me metrazh të shkurtër që ndjek historinë e një çifti të ri shqiptar, Mira dhe Klodi, të cilët udhëtojnë në Marseille me një mision të organizojnë martesën e Mirës me një francez për 5 vjet në këmbim të parave, me qëllim që të fitojnë shtetësinë franceze. Gjatë këtij procesi, ata përballen me sfidën e zgjedhjes së bashkëshortit të duhur dhe me nevojën për të shkëputur emocionalisht nga njëri tjetri. Në role kryesore interpretojnë Luana Bajrami si Mira dhe Trisjan Halilaj si Klodi, dhe po ashtu kemi aktorët Arben Bajraktaraj dhe Walid Afkir në role mbështetëse. Filmi trajton tema të tilla si dashuria, sakrifica, ndarja, duke reflektuar mbi realitetin e një brezi që është I gatshëm të shkëmbejë vitet më të mira të jetës së tyre për një të ardhme të pasigurt. A Short Trip u shfaq premierë në festivalin e 80 ndërkombëtar të filmit në Venecia në 2023, aty ku mori pjesë në seksionin Horizonti dhe u vlerësua me çmimin për filmin më të mirë me metrazh të shkurtër. Një tjetër sukses pra I filmave ku marrin pjesë shqiptarët si regjisor ose si aktor. Mirë, Albanian Virgin I vitit 2021 me regjisorin e famshëm Bujar Alimani. Filmi zhvillohet, ndrojmë pak skenën tani, nuk jemi më në emigrim, jemi në Shqipëri në vitit 1958 dhe
trajtohet historia e Luanës, një vajzë e fortë, duhet thënë, dhe rebele gjithashtu, e cila përballet me normat e rrepta të shoqërisë patriarkale të kohës. Filmi trajton tema të tilla si liria personale, traditat dhe roli i gruas në një shoqëri patriarkale. Ai ofron një portret të fuqishëm të një gruaje që sfidon normat shoqërore në emër të pavarësisë së saj. The Albanian Virgin është vlerësuar për portretizimin besnik të zakoneve dhe të traditave. Filmi u shfaq premier në Festivalin e Filmit në Varshavë në vitin 2021 dhe ka marrë vlerësime shumë të mira për lojën e aktorëve, po sigurisht edhe për regjinë e Bujar Alimanit. Shep tek i radhës The Land Within i vitit 2022 me regji të Fisnik Maxville. Filmi u shfaq për herë të parë në Festivalin e Filmit në Tallinn në nëntorin e vitit 2022 ku fitoi çmimin për filmin më të mirë të debutantëve. Remo që luhet nga Floris Bajgora, një njerëz që jeton në Zvicër, kthehet në fshatin e tij të fëmijërisë në Ballkan pas disa vitesh mungesë. Ai ndihmon kushërirën e tij Uno në nxjerrjen e kupofomave nga një varr masiv që përmban shumicën e antarëve të familjes së tyre të vrarë gjatë luftës. Gjatë këtij procesi zbulohet një varrezë masive që fshes sekrete familjare, duke i detyruar ata të rishikojnë të kaluarën dhe të ardhmen e tyre. Është një prodhim mes Zvicrës dhe Kosovës dhe ka rezultuar patjetër në një sukses të jashtëzakonshëm. Mirë, do shkojmë edhe tek filmi i fundit sugjerim për sot, Të gjithë e thirrjen e re. Është një film i vitit 2025 i cili ka qenë për pak kohë edhe në kinema Cineplex, ne e kemi promovuar edhe këtu në Kinotek në Sol. Është një film nga regjizori Iber Deari. Filmi bazohet në historinë e Rexhës, një punëtor që ka mbetur i vetëm në fshatin Slupkov të Maqedonisë së Veriut. Ai kujdeset për gjithçka, ndërsa pjesa tjetër e komunitetit është e shpërndar nëpër botë në kërkim të mundësive më të mira të jetesës. Rrëfimi ndjek përpjekjet e Rexhës për të ruajtur traditat dhe identitetin ndërkohë që përballet me sfidat e pasojave të një emigrimi masiv siç ka ndodhur në fakt vitet e fundit. Iber Deari është një regjizor dhe skenarist i njohur për trajtimin e këtyre temave sociale. Krejt e thirrjen Rexhën është filmi i tij i parë me metrazh të gjatë i cili ka marrë vlerësime pozitive për mënyrën se si i trajton pikërisht këto çështje të rëndësishme sociale në Ballkan. Dhe do shkojmë tani pa humbur kohë tek sugjerimet për librat, se ju e dini që këtu në Kinotek i kemi të gjitha. Një fyll normale e vitit 1953 me autor Martin Camaj është një nga veprat më të rëndësishme në fakt të autorit dhe një ndër përmbledhjet më të vlerësuara të poezisë shqiptare pas luftës së dytë botërore. Kjo vepër ka pasur një ndikim të madh në letërsinë shqipe për shkak të lidhjes së thellë me natyrën, identitetin dhe folklorin shqiptar. Poezitë e Camajt janë të mbushura me imazhe dhe gjuhë të pasur që shpesh pasqyrojnë shpirtin dhe ndjeshmërinë e malësorëve shqiptar si dhe thellësinë e lidhjes së tyre me tokën dhe traditat. Është një vepër e vlerësuar gjërësisht për stilin e rafinuar dhe për thellësinë filozofike, duke e bërë këtë autor një zot fuqishëm në letërsinë shqiptare të shekullit të 20. Do të vijoj me një tjetër autor shqiptar tashmë nga Shqipëria, një tjetër zë i fuqishëm i poezisë shqiptare të shekullit të 20 dhe gjithashtu një kineast i cili ka marrë pjesë në mbi 30 produksione kinematografike si skenarist apo në role të tjera të këtyre produksioneve. Është fjala pikërisht për Petrit Rukën dhe librin e tij Rinia ime i vitit 1978. Vepra ka pasur ndikim të rëndësishëm në letërsinë shqipe, sidomos për pasqyrimin e emocioneve dhe të përvojave rinore. Poezia e Rukës është e njohur për gjuhën e saj të pasur dhe për mënyrën se si shpreh pasionin dhe ëndrat e rinisë dhe për lidhjen e fortë me vendin dhe historinë. Rinia ime është vlerësuar për mjeshtërinë e përdorimit të figurave poetike dhe thellësinë emocionale. Mirë. Dhe kështu ju kemi sugjeruar se çfarë të shihni dhe të lexoni në vijim të kësaj jave. Ndërkohë tani është momenti të shkojmë te kënga e parë. Kënga e parë për apati, nuk e dim tani se si që ta them po them në mënyrë korrekte se nuk e di është apati, unë po e them APT. Nga Bruno Mars dhe Rose. Ja ku jemi rikthyer pasi dëgjuam Rose dhe Bruno Mars me APT dhe tani kemi një të ftuar mjaft të veçantë. Ose apati. Okej, me energji. Jemi me Arsin. Arsin, mirë se erdhe. Shumë kënaqësi të kemi në Kinotek. Për ata që janë kurioz të të njohin, ti je shumë dimensionale. Nga Po juriste. Po.
Po entuziast e kinematografisë dhe një art të dashse, sa më ka bërë përshtypje, po s'ka lënë shfaqje teatri pa ndjekur, edhe film pa parë. Unë një film, ajo e ka parë. Unë i themi film tjetër, ajo sërish e ka parë. Dhe gjithashtu krijuese e podcastit Ars Zone, Arsela Gjona, ai shumë kënaqësi që të kemi në studio. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit që jam këtu me ju, kënaqësi edhe për mua. Të njohim pak më mirë Arsi. Na e prezanto pak veten. Në di që është pyetje e vështirë kjo zakonisht kur të drejtohet ose kërkesë e vështirë kur të bëhet kjo. Na e prezanto pak veten, po si do e përshkruaje ti Arsin? Është tamam si në ato intervistat e punës, ku të thonë, përshkruaj pak veten tënde dhe ti aty je. Ju e thatë pak a shumë, ato që mund të them edhe unë. Unë kam studiuar juridik, po themi ai formimi klasik është juridik, po kam patur gjithmonë pasion artin dhe sidomos kinematografin. Kjo vjen që nga vegjelia. Unë qysh e vogël kam dashur shumë kinematografin, kam dashur shumë të isha dhe unë brenda atij ekranit të madh kur shikoja filmat në kinema. E ti më kujtove Arsi, më kujtove një nga, po besoj shumë fëmijë të brezit time kanë pasur të njëjtën gjë. Ne besonim që brenda televizorit kishte vërtet njerëz. Ne kontrollonim nga ta. Shihje nga pas. Është vërtet. Ka qenë një gjë kështu, po. Impakti im i parë ka qenë me sallën e madhe të kinemas, sepse unë kam lindur në Vlorë, atje kishim një kinema shumë të madhe dhe na çonin qysh në Kopës të shikonim filma, dhe unë mahnitesha kur shikoja edhe filmat me Herkulin. Që unë nuk e kam arritur atë kohë kur në Vlorë kishte ende kinema. Me vërtet. Okej, unë e kam në një farë mënyrë më ka afasionuar shumë, kështu që e kam. Është shumë bukur kur rritesh me art edhe me kulturë. Gjë që ndoshta edhe pse do doja mos tregohesh para gjykuese, por po e them se është mendimi im personal. Fëmijët e brezit sotëm gjithmonë më pak janë të orientuar drejt artit dhe kulturës. Domethënë ata hapësirën kulturore të tyre e marrin përmes rrjeteve sociale. Ndryshe ka ndodhur në brezat të tjerë. Nuk dua ta mendoj kështu, dua të mendoj që në fakt arti dhe kultura është aty, thjesht duhet ta sigurisht ta promovojmë më shumë edhe të bëjmë që ata t'i afrohen asaj, po sigurisht edhe duhet investuar, sigurisht që duhet edhe televizionet apo të gjitha mediat t'i kushtojnë më shumë hapësirë këtyre gjërave se sa asaj që i kushtohet de facto, që është më shumë po themi politika. E vërtet. Tani pyetja ime është, ti je juriste, pra merresh me këtë fushën e drejtësisë, po si shkove tek pasioni për filmin? S'po them se mund ta kesh pasionin për filmin, po të merresh me një podcast që merret me kineastët. Ideja është kjo që, siç e thash, përveç studimeve klasike që kam bërë, unë kam studiuar në Itali juridik, edhe atje kam në një farë mënyre zhvilluar këtë pjesë. Pastaj vendosa të kthehesha për një farë kohë në Shqipëri dhe e kam patur brenda meje. Tani para ikur nga Italia. Atyri në Itali. Nga bisedat paraprake, ne dim që ke pasur edhe një pjesëmarrje në një serial italian apo jo. E vërteta është që unë shkova për studime në Itali, kam studiuar në Bari, në jug të Italisë, dhe në një moment të caktuar u gjenda pjesë e një grupi, po themi studentësh, të cilët me një djalë i cili ishte shumë vizionar në atë kohë, i cili na mblodhi, ishim disa studentë dhe me pasione për gazetarinë të tjera, dhe vendosëm që të bënim një, po themi, program me mini seri, me mini puntata, me mini programacione, ku trajtonin probleme të ndryshme, për shembull unë në rastin tim sillja në fokus problemet e studentëve që kishin në atë kohë, ata që për shembull vinin nga jashtë, ose dhe problemet e ndryshme të studentëve italianë që bënin për shembull vajtje ardhje brenda ditës, tarifat e të tjera. Pra unë sillja këtë për shembull në fokus, edhe aktroja e të tjera në farë mënyrë sillja ato që ishte e vërteta. Të tjerët pastaj sillnin rubrikën për shembull sportive, dikush tjetër. Sa mirë do ishte sikur ta gjenim këtë serialin. Është një çike vështirë, edhe do doja shumë. E ke kërkuar? E kam kërkuar, duhet të vijem prapë në kontakt me këta i shokët e mi, sepse në atë kohë ka qenë vite më përpara, domethënë ka qenë pararoj. Për çfarë viti bëhet fjalë? 2006 mendoj. Në 2006. Nuk pas ka qenë dhe aq herët. Nuk ka qenë 2005-2006, nuk ka qenë dhe aq herët, po ishte pararoje këtyre gjërave dhe nuk e di, domethënë do arri dot të ta marr, po është një 20 vite, më e konsideroj. Po ta mendosh 20 vite. Faleminderit që na e kujtove. Megjithatë jo s'ka të bëjë me ty kjo. Thjesht seriali. Thjesht ajo, po ekziston, do ta gjej një ditë. Edhe është shfaqur edhe në Telenor, madje. Ti e marr edhe me media, kur
u ktheve në Shqipëri. Pastaj vendosa, domethënë pas studimeve dhe 2 vite eksperiencë nëpër studio ligjore nga Bari u zhvendosa në Milano, vendosa të kthehem në Shqipëri. Në Shqipëri mu rikthye kjo po themi dëshira që aty ka qenë gjithmonë për të marrë me komunikacion edhe me media, kështu që arrita të kisha mundësinë përveç punës po themi zyrtare të bëja edhe speakerin e lajmeve në një televizion privat në Tiranë për një farë kohe. Si të formësoj ajo eksperiencë? Më mësoj më shumë mbi kohën televizive, që është shumë e rëndësishme. Që duhet respektuar. Një minutë shumë. Më mësoj të jem konfidente me kamerën, më mësoj, Ke pasur një model me qenë se i marrë me drejtësi dhe je juriste, vazhdon ende të merresh, çfarë them? Modeli vetëm që më vjen në dorëmend, nëse do më pyesësh se cili ka qenë, në fakt ka qenë Silvia Kondi. Që e mbaj mend që në vegjëli të hershme, domethënë kur shikoja te La Piovra tek Oktapodi, domethënë ajo ka qenë modeli im që më duke një femër e fortë, e zgjuar, e bukur, që vendoste drejtësinë, që bashkëpunonte për të vendosur drejtësinë, dhe më duket edhe shumë aktuale, kështu si figurë. Duket sikur të gjitha ne gocat jemi rritur në një moment të jetës tonë me një serial italian që na ka transmetuar pikërisht figurën e kësaj lloj gruaje. Po jo vetëm ju gocat, edhe në çunat, me seriale të ndryshme italiane, po them. Me seriale të cilat kanë qenë hit në Shqipëri në një periudhë caktuar. Silvia Kontin është mirë ta kesh model, po aman, domethënë ruaje veten. E kuptoj. Mirë, dakor. Pikërisht për ta ruajtur veten vendosa që përveç këtyre gjërave të vështira ose të forta me impakt të fokusohesha në çike të pasionet e mia, që siç e thash kanë qenë kinematografia dhe duke ardhur tek Arsëzon, që jemi pak a shumë në fushën e komunikacionit. Cili ndi Arsëzon? Doja të bëja diçka, doja të bashkoja 2 gjëra, pra pasionin tim për kinematografinë, të cilin në një farë mënyrë arrita ta zhvilloj më tepër kur isha në Belgjik, kur do thoni juve në një moment, besoj si shumë të tjerë, kur ishim në atë periudhën e izolimit, në Covid. S'kishe çfarë bëje dhe besoj që periudha e izolimit na ka shërbyer të gjithëve për të kuptuar pak më mirë veten, se ne në një jetë me ritme kaq shpejta sa kjo që po jetojmë, e kemi praktikisht pamundur të njohim veten dhe të marrim çik hapësirë për të reflektuar dhe për të parë çfarë mund të bëjmë mirë apo çfarë mund të përmirësojmë më shumë. Një moment që u ndalëm edhe reflektuam mbi jetën tonë, se sa kot fare edhe boring ishte. Arsi filloi të mendonte seriozisht për podcastin. Unë është e vërtet në atë periudhë, domethënë mendoja se çfarë mund të bëj dhe ju afrova një çik më tepër botës këtyre social media, fillova të eksploroja më tepër Instagramin, fillova të kuptoja se si bëheshin këto videot, që në një farë mënyrë të jep edhe ato gjërat e para se si mund të krijosh video, nuk është një gjë kaq kot. Megjithatë, përveç asaj, fillova të mendoj, okay, tani kam arritur edhe një nivel gjuhe frëngjishtje të mjaftueshme, pse mos të bëj atë që kam dashur gjithmonë të bëj, të futem në një kurs aktrimi. Më thënë, e ndjeja veten gati, edhe nga ana tjetër, siç e the edhe ti. Po e pranoj. Ishte ai momenti që thua, okay, këto që kisha për t'i bërë si juriste, të tjera, ca qëllime që shikoja si arritje shumë të mëdha i bëra, po ishin pak boring. Zbulova që ishin pak boring. E the vetë fjalën boring. Jo, e the vetë ti që baro, po e konfirmoj. Tani jo, që ta din njerëzit, Arsela e ndjek jetën kulturore, sidomos shumë në Belgjik, por edhe këtu në Shqipëri, sa herë që vjen, ti vjen shpesh, e ndan jetën midis Brukselit edhe Tiranës, ndjek shfaqjet e teatrit, ndjek filmat, je e përditësuar, njeh, po them, prodhimin kulturor. Po. Është e vërtet, përveç jetës kulturore, sidomos kinematografike që ndjek në Belgjik, domethënë mundohem të shoh pothuaj të gjitha filmat që dalin, edhe në Tiranë sa herë vi, po edhe kur jam kthyer nga studimet e mia si studente, po themi nga Italia, un kisha nevojë të jo vetëm të mbushja shpirtin, të ushqeja shpirtin me atë jetë kulturore që ofronte Tirana, sepse në një farë mënyrë nuk ishte lehtë të vija nga Milano në Tiranë, dhe vetmja mënyrë për ta përballuar një çik dhe për të ndjerë më e gjallë ishte të thithja ajër artistik, dhe ndiqja mbaj mend shumë shfaqjet teatrale, sidomos, sigurisht edhe filmat që mund të shihja, të gjitha ato që mund të shihja i shihja. Dhe kjo erdhi domethënë si nevojë, kisha të domosdoshme që të mbaja një farë ritmi. Dhe nga ana tjetër, e di si testojnë zakonisht njerëzit që duan shumë teatrin.
Ja, po e vendos përballë një situate të tillë Arsi në koment. Ma bë paketën të vështirë. Je në teatr, Arsi, është një prej shfaqjeve me aktorët më dinjitoz ndonjëherë. Fiken dritat. Dhe dëgjon një zile telefoni të si do reagoj. Apo, do të thënë fiken dritat që fillon. Po, është gati për të filluar shfaqja. Për mendimin tim është shumë situatë nuk tregon respekt. Të ka ndodhur ndonjëherë të kesh reaguar pasi ke dëgjuar? Ka ndodhur që kam do të thënë që ka ndodhur kjo gjë, por ajo që mund të bëj unë në këto raste është të bëj një të fortë. Ishte test ky për. Ishte test edhe ne do ta mbyllim këtë pjesë të parë. Do ta mbyllim se ke shpejt kaloj. Kaloj, ikin shpejt, sidomos kur biseda është e këndshme. Po patjetër. Ikin shpejt, do të shkojmë tek Dua Lipa dhe Angel, Fever, dhe rikthehemi për të vijuar për të folur. Jemi rikthyer, ta keni shijuar muzikën. Edhe ne shijuam shumë muzikën. Po, edhe ne u argëtuam patjetër, e komentuam me çfarë zbëm. Jemi prapë në studio me Arsin për të vijuar për të folur për eksperiencën e saj, dashurinë e madhe për kinematografinë, të cilën e ndajmë me njëri tjetrin të trenë këtu në studio. Vetëm se Ars Zone ka një dallim pak nga kinoteka, që e bën atë që bën për kineastët shqiptar në diasporë kryesisht. Se kjo zgjedhje. Atëherë, në radhë të parë duhet kombinuar një çik ajo eksperienca ime, duke jetuar unë po thoj më shumë se gjysmën e jetës time jashtë, kështu që në një farë mënyrë edhe unë hy tek ata emigrantët të njerëzit që jetojnë në diasporë, dhe nga ana tjetër bashkova këtë pasionin tim dhe dëshirën për të bërë diçka për të gjithë kineastët tanë, të cilët fokusi kryesor është, domethënë për ata që jetojnë jashtë vendit. Pse kjo? Sepse përsëris unë nisa edhe nga eksperienca ime, po pash edhe kuptova një çik që le të themi në televizionet të paktën shqiptare që unë i ndjek mirë keq shikojmë, domethënë që her pas here ftohen artistë apo kineastë, ndërsa ata që janë jashtë territorit, ata që janë në diasporë, më duket ndonjëherë sikur janë, unë them, dy herë të huaj. Pra të huaj sepse janë të huaj në vendin ku jetojnë, po edhe ndonjëherë të huaj edhe edhe në vendin e tyre, sepse nuk u jepet shpeshherë jo vëmendja e duhur. Kështu që fokusimi ishte absolutisht kineastët shqiptar, por prioritet ata që jetojnë në diasporë. A ja vlejnë kineastët shqiptar që jetojnë në diasporë? A janë të mirë? Do thuash ti, po ti duhet i njohësh ata se ata janë shqiptar dhe kanë një produkt që sido që ti është mediatik. Po unë dua të pyes ty për këtë gjë. Sa ja vlejnë kineastët shqiptar në diasporë? O, çfarë pyetje. Unë mendoj që kemi plejadën më të mirë të kineastëve shqiptar në këtë moment, që kjo nuk do të thotë se këta që kemi tani janë më të mirët në absolut dhe nuk do kemi më, por sikur më parë kemi me të vërtet kineastë që po i japin kinematografisë shqiptare dhe sigurisht që po përfaqësojnë atë në përbot në mënyrë më dinjitoze të mundshme. Kështu që duke patur këtë parasysh, nuk mund të rria pa bërë gjë. E përsëris, unë mund të flisja për kinematografinë në përgjithësi, për gjithë filmat që unë shoh në Belgjik apo që shfaqen edhe në të gjithë botën e të tjera, mund të flisja edhe për kineastë që takoj apo shoh në Belgjik, po nuk ishte ky qëllimi. Ishte pikërisht të sillja kineastët shqiptar, sepse mendoj që është një moment i artë për kinematografinë shqiptare, me ato vështirësitë që ata mund të kenë, prap sjellin gjëra që ne mund të themi që duhet jemi krenar. Arsi, si reagojnë kur ti kontakton për një intervistë? Pra, kur ti thua që shiko, dua të flasim për filmin, të trajtojmë më shumë, të ndalemi tek eksperienca. Si e presin këtë dëshirën për të promovuar artin e tyre? Më ke bërë një pyetje shumë të bukur dhe unë jam e sinqertë në përgjigje. Ideja është kjo që kur unë nisa këtë podcast mendoja që do ishte shumë e lehtë edhe pjesa e kontaktit, po në fakt ndodh që duke qenë pak ata jo të gjithë janë shumë ekstrovers ose që i përdorin këto rrjetet sociale dhe shumë prej tyre nuk më përgjigjen se nuk i përdorin fare rrjetet sociale. Kështu që kjo mua ndonjëherë edhe më sjell pak atë frustracionin, them po si ka mundësi, unë vi këtu me një dëshirë të mirë, por ata që i përdorin rrjetet sociale, më kanë përgëzuar shumë, kanë reaguar pozitivisht me njëherë dhe kanë pranuar ftesën e tyre. Ndodh, domethënë që kanë impenjime, sidomos kur janë aktor, edhe kanë impenjime në për setet të ndryshme apo filma e të tjera dhe her pas here, po unë gjithmonë përshtatem me oraret e tyre, por entuziazmi dhe përgëzimi që më kanë bërë më ka motivuar edhe më shumë, me thënë të drejtën. Ti je shqiptar në diasporë, edhe pse i talentuar, kam përshtypjen që nuk është e lehtë dhe ti ke edhe përvojën e jetës tënde. Po lidhje me këta kineast, me këta regjisor, me këta aktor, a
kanë ata, domethënë si është që të bësh një film ndërkohë që ti ke edhe një angazhim tjetër. Dhe a një aktor dhe kineast të tillë që kanë angazhim të dytë ose të tretë dhe që e kanë lodhje, po them, përveç se kënaqësi. Po, sigurisht. Mendoj që pikërisht këta kineast dhe ata që mund të përmend dhe që unë njoh janë regjisor, pra në jetën e përditshme u duhet të bëjnë punë të tjera për të mbijetuar në vendet ku ata janë, qoftë në Europë, qoftë në Amerikë. Edhe nga ana tjetër nuk heqin dorë nga ajo që ata kanë studiuar ose kanë në zemër, se jo të gjithë duhet të kenë patjetër një formim për të bërë regjisorin. Ka një talentuar lind. Pra, ndonjëherë ka projekte shumë të mira, ne njohim edhe në përballë siç është Christopher Nolan, për shembull, që nuk ka ndonjë formim klasik. Megjithatë, po them këtë që dhe unë i vlerësoj shumë, sepse kjo tregon me të vërtetë kur një njeri do të bëjë diçka pas së cilës është shumë i apasionuar, nuk, domethënë ajo dëshira apo dhe vështirësitë nuk fiken. Se nuk mund ta bëjnë në Shqipëri këtë Arsi. Pra, një film ose të jenë aktor të suksesshëm, pse mos ta bëjnë në vendin e tyre? Këto janë zgjedhje personale, pse kanë shkuar në vende të ndryshme të botës, edhe unë po të më pyesësh mua do të thosha që të gjithë neve mund të bëjmë eksperjenca jashtë, po mirë është të kthehemi brenda. Domethënë mirë është që të gjithë neve, si shkollimet, nuk ka rëndësi tani kineast apo jo, çfarë do lloj shkollimi, mirë është ta bëjmë një eksperiencë jashtë, po mirë do ishte që të ktheheshim pastaj në vendin tonë për shumë arsye, Kjo sepse në fundit jeton në vendin tënd, jeta është më e lehtë, aty ka nevojë për ne, për të gjitha fushat, përfshirë edhe artin. Po këto janë zgjedhje personale. Megjithatë, unë do të thosha që fakti që kanë zgjedhur të jetojnë jashtë dhe prap të qëndrojnë besnik asaj në të cilën ata besojnë ose që duan dhe prap nuk mposhten, kjo është për të vlerësuar. Unë njoh regjisor që kanë bërë filma shumë të mirë, që jetojnë jashtë, siç është për shembull, po them Bujar Alimani me filmat e tij shumë të njohur edhe që kanë fituar çmime në shumë festivale prestigjioze, apo Aurel Naqin, edhe të dy këta jetojnë në Amerikë faktikisht, edhe dihet që jeta nuk është e lehtë, nuk është asnjë e lehtë. Unë do ta vazhdoja pak pyetjen e Violës. Tani jeta okay, po të bësh film më e lehtë në Shqipëri apo jashtë? Dhe kjo lidhet drejt për drejt me fondet edhe me financimin, kam përshtypjen. Po. Këto janë pyetje që unë mua drejtoj edhe të ftuarve të mi, ata më thonë që edhe në vendet e ndryshme, qoftë europiane apo ku jetojnë ata, nuk është e lehtë, por në vendet e huaja, me sa duket, është më e lehtë të aderosh në këto financime kur ke një projekt i cili vlerësohet sigurisht, dhe arrin ata pastaj më pas të sjellin këtë produkt audiovizual që është filmi. Në Shqipëri me sa kam kuptuar është më e vështirë, jo me sa kam kuptuar, po është edhe e qartë sepse nuk prodhohen shumë, pra buxhetet janë më të limituara edhe nuk arrin të prodhohen shumë filma që të sjellin edhe atë diversitetin. Në fakt më kujtove diçka nga biseda me aktorë të ndryshëm ose kineast të ndryshëm që kanë patur këtu, mbase jo të gjithë, po një pjesë e konsiderueshme. Vështirësinë më të madhe nuk e kanë tek arritja e nivelit artistik, të cilin patjetër që ata e kanë, po e kanë tek financimi. Ky është problemi më i madh me të vërtetë dhe me sa kuptoj më shumë është problem shqiptar. Të gjithë ata kineast shqiptar që kanë arritur të kenë po themi koproduksione me Francën apo Belgjikën, se këto janë edhe vendet që ka rastisur që un kam intervistuar dhe njoh dhe më mirë, ata kanë arritur të bëjnë filmat e tyre. Përmend këtu për shembull Erenik Beqirin me filmat e tij, me filma me metrazh të shkurtër. Me metrazh të shkurtër, por që kanë rezultuar shumë të suksesshëm. Ne kemi në shtëpi Falti një çmim siç është ai i Festivalit Venecias, i Bienales së Venecias për shembull. Nuk do të thotë se të tjerët nuk kanë sjell filma shumë të mira, sepse kudo që po konkurrojnë kanë me të vërtetë të paktën seleksionohen në festivale A. Dhe kjo është patjetër shumë e rëndësishme për të përmendur. Që po themi, por me sa kuptoj është e gjitha këtu, domethënë që financimet në Shqipëri janë domethënë fondet janë shumë më të vogla. Po në Belgjikë dhe në Francë, si funksionon? Për shembull, jam një regjisor shqiptar, çfarë politike mbështetëse kanë në të tilla raste? Kam një projekt, çfarë duhet, si vijon më tej? Shteti belg për shembull që me po themi vëllezrit Darden, të cilët e quan kinematografinë belge në nivele mjaft të larta dhe fal tyre domethënë shteti për ta incentivuar, për ta promovuar më shumë kinematografinë ofron fonde. Sigurisht që fondet që ata ofrojnë janë të lidhur me produksionet belge, pra ti mund të jesh një kineast shqiptar, po duhet të kesh një koproduksion me Belgjikën, no? Kjo është normale sepse sigurisht ata duan të promovojnë vendin e tyre, por nuk vën as pak bariera ose pengesa për një kineast shqiptar, për një regjisor shqiptar, absolutisht jo. Pra sepse nuk ka pengesë për shkak të faktit se je shqiptar? Jo, nuk mendoj as pak që kriteret janë thjesht profesionale, pra projekti yt vlen zvlen, po themi. Kaq. Ne kemi parë në shumë raste që po projektet kanë vlerë dhe kanë vlerë fare mirë. Dhe kjo na bën krenar.
Dhe kjo na bën krenar, këtë them edhe unë, që sa herë është dhënë dora, është dhënë mundësia, kemi treguar me kineastët tanë, qoftë kosovar, qoftë shqiptar, po unë i quaj gjithë shqiptar, që din të bëjnë gjëra shumë të mira në nivelit. Mes shumë produksionesh, nuk kam një problem të madh me sënd me shënarsi. Që mund isha bërë edhe meme, nuk e di pse s'u keni bërë meme ju akoma. Të kemi ruajtur Viola, Po ti po duash të bësh, të bëjmë, s'është problem. Dhe ideja është që harrova pyetjen. Mes shumë produksion. Po. Okej. Mes shumë produksionesh, të cilat padyshim janë shumë të mira të gjitha. Cilin do të cilësoje si të preferuarin e gjitha kohrave tëndin patjetër? Unë nuk kam ndonjë të preferuar, të them të vërtetën, po do të sugjeroja disa filma që mendoj që janë për të parë dhe duhen parë, duke nisur që nga i viti 2008, Le Silence de Lorna, Heshtja e Lornës. Të fakt neve edhe disa prej këtyre filmave edhe i kemi sugjeruar te rubrika përpara se të fillonim intervistën dhe e kemi nisur pikërisht me Heshtjen e Lornës. Të vëllezërve Darden. Sepse aty me të vërtetë i është dhënë hapësirë për të përgjigjur edhe pyetjes që më bë ty që parë, a ka diskriminim apo jo? Ai ka marrë një aktore kosovare, Arta Dobroshin, mund të merrte dikë tjetër, për shembull, të thoshte po kjo është nga po themi shqiptare. Ndërkohë që ka marrë me të vërtetë Arta Dobroshin, e cila flet frëngjisht, nuk e dia, ishte me stadion e ka mësuar vetëm për atë film. Okej. Unë nuk e kam patur akoma në podcastin tim, uroj ta kem një ditë, po ja, kjo është një thirrje e hapur. Kjo është një thirrje e hapur. Arta. Nëse na sheh. Gjithsesi dua të them që është një film që me të vërtetë sjell aty gjithë problematikat që mban gjithë kjo pjesa e emigracionit të në një farë mënyre shqiptar, ose po jo vetëm shqiptar, po gjithë ato problematikat që ka një njeri i cili do me patjetër të shkojë në një vend të huaj, në këtë rast ishte Belgjika, dhe që i duhet për shembull të bëjë një martesë fiktive, vetëm që të marrë këto letrat e për të jetuar në Belgjik. Pra, vëllezërit Darden kanë sjell tema që janë shumë aktuale, kanë trajtuar domethënë se emigracioni është tashmë një prej problematikave globale. Por absolutisht tani më shumë se kur, po dua të them edhe mënyra se si, domethënë dhe kjo ka qenë e vërtet, për të shkuar në një vend siç është Belgjika apo çfarëdo lloj vendi tjetër evropian, ka patur shumë martesa të stisura. E vërtet është. Apo jo? E vërtet është. Madje kemi dëgjuar raste patjetër. Kemi dëgjuar raste pafundësht, edhe shaka martesa për letra. Është një tragjedi në fakt, është një dramë shoqërore, po ata e kanë sjellë dhe kanë trajtuar shumë mirë. Aty Arta Dobroshi me të vërtetë mbase nuk ka patur dialogje shumë në film, por thellësia me të cilën ajo aktron dhe dhimbja, se aty flasim për marrëdhënie njerëzore, ajo pavarësisht se martohet me një njeri toksikodipendent, krijon edhe empati ndaj atij. Do thon krijon edhe një farë e të tjera të sepse normalisht kujton që ka qenë njeriu që e ka ndihmuar në një fazë vështirësie në jetën e saj. A nuk duket sikur po të përmendim edhe filma të tjerë, nuk e di, po them tek këta që ne kemi sugjeruar, Short Trip të Erenik Beqirit, The Land Within të Fisnik Maxfield, është shumë në fakt produksione të tjera. Të gjithë e thirrën Red, duket sikur tema qendrore e këtyre regjizorëve, këtyre produkteve është emigracioni. Po, është e vërtet. Është filli lidhësit të gjithë këtyre filmave, në fakt është pikërisht emigracioni, por i trajtuar në tema në mënyra në pikpamje të ndryshme, sepse kur je regjisor sjell pikpamjen tënde. Pastaj mund ta lësh të hapur interpretimin, po sjell pikpamjen tënde. Dhe për shembull në rastin e Erenik Beqirit, i cili ka sjell 2 filma me metrazh të shkurtër, The Van dhe A Short Trip, ai e trajton emigracionin nga këndvështrimi i tjetër. Për shembull, një djalë i cili do të marr baban e tij dhe të shkojë në Angli, babai që thotë jo, unë nuk dua të emigroj, shko ti, por që të bën këto dy luftimet që nuk janë shumë të zakonshme, nuk ndodhin në Shqipëri. Nuk është, po ai ka marr këtë. Ose për shembull A Short Trip që është marrëdhënia e një çifti, prapë edhe këtu kemi një grua që sakrifikohet në një martesë fiktive, dhe ndërkohë djali që premton që për 5 vjet unë do jem aty, do vi dhe ne do ribashkohemi. Dhe ai e lë të hapur interpretimin, ndodh kështu, kush i bën sakrificat në të vërtetë? E vërtet. Është shumë pikpyetje të tjera. Mirë, ne do të shkojmë në një tjetër shkëputje muzikore për të rikthyer dhe për të vijuar të flasim për filmat e kineastëve shqiptar në diasporë. The Weeknd, Cry for Me, Cry for Me, Cry for Me. Rikthehemi.
Edhe gjatë kësaj shkëputje Arsela po na thoshte që The Weeknd e ka shumë qef veçanërisht apo Është jo? vërtet, ka marrë pjesë edhe te koncerti i tij që u mbajt në Bruksel. Oh, sa Veç mirë. The Weeknd, këngëtarët të tjerë të preferuar, ku ke qejf? Po Angel, Angel, se njeh ju. Ti e thua më bukur. Se ty të pëlqen theksi francez, Shumë. theksi frëng. ose ai që preferoj shumë është Stromae. Stromae po, belg. Belg. Po. Belg. Nuk e di pse ka shumë artist belg të cilët unë gabimisht mendoj se janë francez. Sepse ka shumë bashkëpunime, atë që thash koproduksione në, domethënë bashkëpunojnë shumë belgët edhe francezët si në filmografi edhe në Po pjesa frankofone kam përshtypjen frëngjisht fort, se jo pjesa flamande andaj. pjesa flamande është një çik më Se vetë. ku ti se kemi pyetur akoma Arsi, ç'është një horoskopi është. Ua, po si harruam ne. Di pse? Ne I pyesim gjithë ftuarit ç'është një horoskop. Edhe pak do ta bëjmë kështu emision për horoskopin këtu. Astrologjinë, ë? Për astrologjin, po. Çfarë është një horoskopi? Mos keni merak se dhe mua më pëlqen, jam gaforja. Jo. Ketë në lidhje Arsi, për drejt gaforja me këto. Arsi ishte mirë. dashëmirësinë për artin. Ishte mirë deri tani, këtu e prishem. Nuk E duhet. prishem. Ska ngel me trauma nga gaforët në tokë. Po ti mos I thuaj të gjitha. Se na shohin edhe të Janë të tjerët. mira, janë artistë, janë sensibil. Janë shumë të mira. Jo të gjitha, e dini ju për Kemi një element shumë. Shikon, mjafton një ngacmim I vogël për horoskope, lëm fare e lëm I merremi me astrologjin fare. Lëm me kinast shqiptar, e me filma shqiptar, po Ja, se gaforët bëjmë janë shaka. shumë të mira, e thën kjo nga 2 peshore, që Nga ta dy dish po. peshore, që I peshoj Tani- mirë gjërat. Tani po I peshoj mirë gjërat. Pse? Sepse filmat e kineastëve shqiptar në diasporë janë filma shumë të mirë, janë filma me nivel artistik, filma që janë vlerësuar dhe kanë fituar çmime, siç është filmat e Erenik Beqirit, Bujar Alimanit, po them, po përmend këtë vëllezërit Darden, po përmend Fisnik Maxville, po përmend filmin tjetër të fundit të këtij viti, të gjithë e Therasin e Rexh, Thirin Rexh, të Ibër Deharit. Tani problemi është ky, pyetja ime është kjo. Pse ne këtu, përveç atyre që janë veçanërisht të interesuar me kineman, nuk I njohin mirë filmat e kineastëve shqiptar në diasporë. Edhe në fakt kjo është në një farë mënyrë edhe ajo që më shqetëson mua, sepse me idenë e podcastit tim unë nuk dua thjesht të flasim, thjesht të flitet, po dua që filmat të shihen. Pra, siç ari unë ti shoh në një mënyrë apo në një tjetër, dua që edhe publiku shqiptar të shohë. Aq më tepër kur flasim për filma që ja vlen të shihen, aq më tepër kur flasim për filma që konkurrojnë për festivale filmi dhe jo vetëm seleksionohen, por edhe fitojnë çmime, atëherë pse mos të shohë edhe publiku shqiptar? Domethënë kjo është edhe në një farë mënyrë edhe qëllimi I podcastit tim, edhe në një farë mënyrë edhe shqetësimi që si të bëjmë që të sjellim këto produkte audiovizuale, këto filma pranë publikut shqiptar, sepse ne po themi që kemi nevojë për art e kulturë, ndërkohë nuk kemi akses. E vërtet. Dhe fillimisht aksesi duhet nis pikërisht me ata që na përkasin neve. Mund duket shumë ashpër kjo na përkasin, po janë regjisorët shqiptar, kinastët shqiptar, aktorët shqiptar, që janë pjesë e jona dhe ne kemi tendencën që her pas here të shkojmë në kinema të bëjmë namin se doli Barbie. Patjetër, ta shohim edhe Barbie, po ti shohim edhe këto produksionet e tjera. Si mendon? Mendoj njësoj si ty, mendoj që nuk mund të evitojmë domethënë këto produksionet internacionale, mirë të vinë aty aty kanë qenë gjithmonë. Ideja është që të promovojmë dhe të ngrejmë sa më lart kineastët shqiptar, të promovojmë në kuptimin t'u japim mundësi në radhë të parë të shfaqen filmat e tyre, sigurisht edhe me një PR të mirë do ishte që të zgjaste dhe të bëhej domethënë një publicitet I mirë në mënyrë që publiku shqiptar të shkojë dhe të shohë këto filma dhe unë do të thosha edhe të zgjasin pak më tepër në kinema. Për shembull, filmi I Ibër Deharit, që është një film që është shfaqur si në kinema Millennium për shembull apo edhe në kinema Cineplex, do të thënë është shfaqur, po është një film shumë I bukur sepse ka patur një impakt shumë të mirë, edhe si nga dashamirësit, domethënë si nga personat ose njerëzit që marrin vesh nga kinematografia, po edhe nga njerëzit e tjerë, ka patur një le të themi mikpritje, është pritur mirë. Unë do të thosha që për shembull nëse domethënë nëse do t'u jepi mundësi që të shfaqeshin më gjatë, do ishte akoma më mirë, mendoj unë, sepse kjo I jep mundësi edhe publikut shqiptar që t'i shohë më gjatë. Por është shumë e rëndësishme. Po I njohim ne së pari, I njohin edhe të tjerët pas nesh. Është e sigurt, por është ajo që po themi, nëse duam që arti apo në këtë rast po flasim për kinematografinë të eci përpara, ne duhet edhe t'i promovojmë, duhet t'u japim hapësirë, duhet t'u japim publicitet më të lartë. Unë do të kisha një sugjerim për shembull, nëse ma lejoni, po e them një mendim timi, doja për shembull që të ishte sikur qoftë edhe një herë në muaj të bëhej për shembull le të themi dita e filmit shqiptar dhe të sillim këto filma të cilat ekzistojnë, mund të jenë
10 vite të bëra më parë, nuk ka rëndësi ka që janë prodhuar, janë aty dhe publiku shqiptar ndoshta nuk i ka parë akoma, nuk ka patur akoma mundësinë t'i shohë, ndërkohë që janë paraqitur në festivale të ndryshme. Dhe kanë fituar çmime. Dhe kanë fituar, pra janë produkte shumë të mira. Ama në momentin që fitojnë çmimin ne jemi të parë që bëro rastin. Po, pasi fitojnë çmimin, i ftojmë në studio pastaj. Pasi fitojnë çmimin. Këtë dua të them që unë i ftoj të paktën në Art Sezon edhe pa fituar ose fitojnë apo nuk fitojnë nuk ka shumë rëndësi, por për mua është shumë e rëndësishme që pasi diskutojmë ose të arrijmë të bëjmë diçka që edhe ti servirin publikut shqiptar mundësinë që ti shohi edhe ai dhe ti vlerësoj edhe ai këto që po flasim. Se ne tani po flasim për filma, unë i kam parë të gjithë ato që për shembull. Ju përmendet e shumë edhe më tepër, por nuk i kam parë të tjerët. Jo, shumë pak. Prandaj jemi këtu për të sugjeruar që ta promovojmë më shumë. Në kuadër të kësaj që po thua, atij propozimit tënd, pyetja ime është edhe tek ajo që tham ndoshta pak më parë dallimi midis Belgjikës edhe Shqipërisë në jetën kulturore, përqendruar tek kinematografia. Është e nevojshme që të edukohet publiku. Mbase tingëllon pak e pa takt, po mbase është e nevojshme që të bëhet. Unë besoj shumë në këtë. Besoj që misioni i artit dhe kulturës është pikërisht ai që të ushqejë shpirtat e njerëzve. Është e domosdoshme që njerëzit të shkojnë përtej rutinës së përditshme, aq më tepër në Shqipëri duam s'duam është shumë e fokusuar tek problemet e përditshmërisë dhe politika që bombardon njeriu, dhe kështu që arti është ajo mënyra për të bërë pak për të mbushur shpirtin, për bërë pak evazion nga po për shembull çfarë mund të bëjmë më shumë ne këtu në Shqipëri? Okej, kemi parasysh që kultura është edhe një funksion i politikave shtetërore, se nuk mund t'i lihet thjesht edhe vetëm tregut, se pastaj mjaft e thjesht ndodh ajo që ndodh, që shkojmë tek komercialja, tek ajo që shitet më shpejt edhe është e aksesueshme më shpejt. Po kultura është dhe pak më e vështirë për tu perceptuar. Unë do të thosha që arti është forma më sublime e të shprehurit, po duhet jetë edhe elitar. Pra, nuk mund të konsiderojmë art çdo lloj performance apo Kjo ishte e bukur. Thuaj edhe një herë që ta mbajmë, ta kemi reels, jepi një. E di se e thash shumë e bukur se është një nga diskutimet më aktuale të ditëve të sotme, që të gjithë pretendojnë të jenë artist. Të gjithë pretendojnë që po bëjnë gjëra më të jashtëzakonshme. Po, realisht a duhet të ketë filtra edhe në art? Duhet të ketë, edhe unë mendoj që në çdo gjë duhet të ketë filtra, dhe kështu funksionon edhe parimi në çdo gjë, në administratën publike etj, pra gjithmonë kontrollohet. Çdo hallk kontrollohet. Aq më tepër pastaj arti që duhet kontrolluar patjetër, po duhen edhe standardet edhe kriteret, filtrat shumë të mirë, që do të thotë ata që e bëjnë këtë, hallk pas hallke, duhet të jenë me të vërtet të shkolluar, të formuar, të formsuar mjaft mirë. Pra, që të flasim për art, duhet të flasim për diçka me të vërtet, të filtruar mirë, dhe që është elitare. Jo çdo performancë, jo çdo gjë mund të quhet art. Okej, ne themi kam shpirt artistik, po nuk është art. Duhet përkthehet në një produkt me ca kritere, por nga ana tjetër kjo gjë duhet mbështetur shumë. Po, duhet mbështetur, edhe mendoj që për shembull, në rastin e Shqipërisë, për shembull, në rastin e Belgjikës është shumë e thjeshtë ta them. Shteti belg, nga momenti që vëllezërit Dardenne çuan kinematografinë e tyre në nivele më të larta, çfarë bëjnë? E kuptuan që kinematografia ishte shumë e rëndësishme, investojnë shumë. Pra, kanë fonde që japin për të gjitha regionet, sepse Belgjika është ndarë në 3 regione, regioni flamand, regioni wallon dhe regioni brukselez, dhe të gjitha këto financohen. Dhe çfarë ndodh? Ka edhe një gjë tjetër që si ndihmon për shembull me produksion, që të prodhohen filma apo jo. Përveç se ndihmon të gjitha koproduksionet, pra koproduksionet me Belgjikën ndihmohen, dhe prandaj ka shumë koproduksione midis Francës dhe Belgjikës, i ndihmon edhe nëpërmjet taksave. Ata kanë të ashtu quajturën tax shelter, që do të thotë është një mundësi nga ana e shtetit për bizneset belge, të cilat paguajnë taksa, si të gjitha, atje nuk ka evazion fiskal të kështu të lehtë, nuk ekziston kjo gjë, dhe pra ata do t'i paguajnë këto taksa. Por nëse do të ndihmojnë për shembull në bërjen e një filmi, atëherë këto taksa që duhet i paguajnë shtetit dhe ndihmojnë në bërjen e një filmi, ndihmojnë në realizimin e një filmit, atëherë nuk ka nevojë domethënë t'ia paguajnë ato taksa klasike shtetit, sepse kanë ndihmuar në këtë prodhim audiovizual. Pra, kanë dhënë kontributin. E kanë dhënë kontributin. Pra ato po themi ndërmarrje të cilat ndihmojnë në bërjen e këtyre projekteve
filmave, me pak fjalë audiovizuale, taksat e tyre shkojnë kështu, domethënë, dhe kjo është ndihma që jep shteti belg, që unë mendoj që është një ndihmë shumë e mirë. Dhe mbase një shembull të tillë mund ta ndjekim edhe në Shqipëri. Prandaj e them se mund të jetë një shembull. Kur artistët janë vrapandej dhe vraptej në kërkim të financimit të tjerë vështirësive këto sfide. Një arsye mund të jetë kjo, po për shembull po të marrim parasysh se tani më kujtua që për shembull një metodë e tillë ishte edhe për ndërtimin e kopshteve dhe të çerdheve në Tiranë. Që u kërkohej ndërmarrjeve që të ndihmonin. Tani mund të bëhet për shembull me kinematografinë, me produktet. Pse jo? Por nga ajo çfarë ne shohim pak në gjatë viteve të fundit, duket se kinematografia shqiptare ka pasur një përforcim dhe industria po rritet ditë pas dite, kështu që le të jemi të gëzuar me këtë pjesë. Të paktën deri më tani. Patjetër duhet bërë ende shumë punë, por sigurisht. Ne po themi domethënë këtë që mund të themi, ideja është të prodhohet. Kjo është shumë e rëndësishme. Që ka prodhim, duhet të ndihmohet. Si mund të ndihmohet? Një arsye, një mundësi është edhe kjo. Në fund fare doja të kapnim pak edhe pjesën e festivaleve të filmit që Belgjika i ka me shumicë diçka të veçantë nga këto festivale filmi ti po ke treguar kur kemi folur. Po, është e vërtetë i ka me shumicë, madje i ka gjatë gjithë vitit. Pra neve atje nuk vuajmë, po themi, për këtë pjesën se gjithë problemi është ku të shkosh më përpara, dhe sidomos tani vjen pranvera çelin lulet, kështu që çelin gjithë festivalet. Problemi nuk është ku të shkosh, problemi është ku të shkosh më përpara. Më përpara. Ku të shkosh, e ka dhe mbi vendosje her pas here, pra ka festivalet e filmit gjatë dimrit, edhe tani në pranverë, tani vinë më të bukurit, ata që ndjek me shumë kënaqësi. Po çfarë mund të them diçka që mund të jetë me interes është për shembull në festivalin e filmit me metrazh të shkurtër, vitin e shkuar kam njohur një regjisore kosovare, Jehona Berisha, ajo erdhi me filmin e saj Hana e Re, që ishte seleksionuar. Edhe kështu që më bëri shumë përshtypje dhe më bë shumë qejfi, kështu që arrita domethënë ta njoh. Ndërsa këtë vit do jetë një tjetër regjisor kosovar, Samir Karahoda, me Rrugës, i cili është seleksionuar dhe filmi i tij është një film. A pritet që të fitojë? Është i nominuar në ndonjë kategori, si funksionon këto? Janë me kategori, domethënë ky është një film. Ky është një film me metrazh të shkurtër, kështu që merr pjesë tek festivali i filmit me metrazh të shkurtër të Brukselit. Do të shohim tani. Pritet ta fitojë apo jo, nuk e di, po me dëshirë do donim patjetër. Se ne të gjithë këto kompeticione, festivalet e filmit ku garojnë filma të shqiptarëve i përjetojmë kështu si çmimet Oscar, kur fitojnë ndonjë çmim dhe jemi na bëjnë shumë krenar, që është e vërtetë. Është e vërtetë. Ajo që mund të them unë është që përveç këtyre festivaleve të mëdha të kategorisë A, siç e quajnë kineastët, pra që kanë dëshirë të marrin pjesë në Cannes, Berlinale, Venecia etj. Unë do thosha, me të vërtetë do thosha që të marrin pjesë edhe në atë të Brukselit, sepse është një mundësi shumë e mirë. Është një mundësi shumë e mirë. Festivalet e filmit në Belgjik të cilës natyrë janë dokumentar, janë të shumëllojshëm. Janë të shumëllojshëm. Të shumëllojshëm, ka dhe dokumentar, madje ai dokumentar do të fillojë tani në fund të marsit dhe fillim të prillit. Pastaj kemi një festival me metrazh të shkurtër të. Ti na sugjeron që të ndjekim produktet e cilit festival nga këto që zhvillohen në Belgjik. Se nuk i ndjekim dot të gjithë, s'kemi kohë. Dëshirën e kemi maksimale, po koha nuk na premton. Dgjoj, ideja është kjo që produktet produktet audiovizuale shqiptare janë me metrazh të shkurtër, kështu që normalisht ai me metrazh të shkurtër është më i bëshëm. Por un vet kam zbuluar edhe filmin festivalin e filmit dokumentar, më ka surprizuar në mënyrë nuk mund ta shpjegoj, është me të vërtetë një gjë shumë e bukur, përveç se pash Oliver Stone e të tjerë që bëjnë masterclass, domethënë ishte një gjë fantastike. Si do duk Oliver Stone? Ashtu, një çiki vet përmbushur. Unë jam maestro gjithë çdo gjëje, kështu që ju vetëm mund të mësoni prej meje. Tani ne folëm kaq shumë për filmin shqiptar, për kineastët shqiptar në diasporë, po nuk mësuam cili është filmi yt i preferuar i gjitha kohërave. E kam menduar disa herë këtë gjë, është shumë e vështirë, po një ndër filmat që mua sinqerisht më entuziazmon shumë, dhe po thuaj përmendesh të gjithin, është La Vita è Bella. E Benignit, Roberto Benignit. Është një ndër filmat që mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë sepse trajton një temë. Jo, po përpiqesh të gjej regjisorin, se e di që është Roberto Benigni. Është regjisor, është edhe. Po sigurisht ta bëj pak më të thjeshtë. Po. Më jep 5 sugjerime për filma, çfarë duhet shohim? Me patjetër. Po, patjetër që duhet të shikojmë Fellinin. Federico Fellini. Patjetër që duhet të shikojmë një nga filmat e tij, për shembull 8 e gjysmë,
ose Mos u bëj kaq provokuese në sugjerime. Unë pastaj kam shumë qejf Antonionin, Michelangelo Antonioni. Dhe Monica Wittin, ajo ka qenë një muzë për mua. Unë ja pëlqeja shumë, jo vetëm figurën, por edhe zërin e saj pak të ngjirur, më dukej shumë sensual. Zërat e ngjirur. Shumë e veçantë Monica, e kam patur shumë qejf. Kështu që po, në filmin për shembull Nata, do ta sugjeroja. Pastaj siç e thash, La Vita è Bella, sepse është një mënyrë shumë e veçantë se si ka sjell Benigni temë shumë të fortë. Nuk e di, pastaj dy filmat e tjerë, më pëlqen La Grande Bellezza, Bukuria e Madhe, megjithëse tani së fundi kam parë dhe Partenope, edhe jam çike të Sorrentinos, jam një çike Partenope, ju e sugjeroj dhe unë, është filmi vitit 2024, e kam parë, është mjaft interesant. Është shumë interesant, tani për mua është një çik obsesion, më pëlqej shumë në momente të caktuara, e kam riparë edhe. Po shpresoj që nuk gjen veten aty. Po tani kur isha re, dhe më përgjith sa momente. Të gjitha. Po përpiqemi ta bëjmë kështu. Kur isha re, gjej çik veten, po tani do të thënë shikojmë në mënyrë më të ftohtë, po më pëlqejnë shumë kolonat zanore, më pëlqen kamera e Sorrentinos. Fotografia është fantastike, ndriçimi fantastik, montazhi Sorrentino. Po pra. Edhe pastaj nuk e di, edhe për shembull filmat francez më pëlqejnë, për shembull Jean-Luc Godard. Do të thonë, çdo film i Truffaut ose Godard janë okay për mendimin tim, kështu që këto do ishin, po themi, ato që unë do sugjeroj. Dhe një libër. Se ne këtu në Kinotek flasim edhe për libra, edhe është e pashmangshme të ta bëj këtë pyetje. Më thuaj preferuarin tënd. Nuk kam gjëra të preferuara. Kjo është ideja. Unë marr atë që më pëlqen gjatë kohës që i lexoj dhe them, "Ok, më pëlqeu." Po tani së fundmi diçka që të ka pëlqyer? Po për shembull një libër që më pëlqeu, që mu duket edhe i veçantë në stil, unë nuk e di tani, duket që jam shumë frankofone, ishte Vitet e shkrimtares franceze që fitoi edhe çmim për këtë. Anne Arnaud. Edhe një herë ta vëmë Anne Arnaud. Arnaud. E thash. Ky ishte për shembull ndonjë duar trokitje për theksin e violës. Okej. Ky ishte sepse më pëlqeu stilistika e librit. Se tani libra më të thellë, sigurisht ka të tjerë, por ky më pëlqeu si stil, mënyra se si trajtonte, domethënë gjithë shumë etapa të rëndësishme të jetës së saj, por që përkonin edhe me lëvizje të ndryshme sociale, si ajo kalonte në për 10 vjeçar. Le të mos ua shuajmë kuriozitetin të gjithë atyre që po e dëgjojnë këtë intervistë. Arsene, u kënaqëm shumë, të falenderojmë që ishe në studion e Kinotekës. Ishte kënaqësi e veçantë për të gjithë prezantimin, sugjerimet edhe gjithë bisedën. Shumë faleminderit. Edhe për mua faleminderit, edhe ju uroj punë të mbarë dhe roft kinemaja dhe arti. Roft kinemaja dhe arti, po e mbyllim këtë intervistë. Ne do të shkojmë tani tek Taylor Swift Fortnite dhe rikthehemi. E mirë, çfarë bisede sa u kënaq. Megjithatë, në Kinotek në Sol kemi shumë gjëra. Mos harroni blini biletën tuaj, shkoni në ulsen e preferuar në Cineplex dhe ndiqni filmin që ju pëlqen. E këtë tjetër, duke nisur nga nesër 3 prilli në ekranin e madh të Cineplex në Tegët e QDU vjen Minecraft Movie. Nuk e besoja që loja, dikur më e famshmja, do të bëjë një ditë film. Minecraft, videoloja më e shitur e të gjitha kohrave gjatë 15 viteve të fundit, është bërë një fenomen global, duke frymëzuar breza lojtarësh dhe krijues. Si ky rast. Kjo është hera e parë që bota e lojës është sjellë në ekranin e madh duke ofruar një perspektivë të re emocionuese, plot aksion, plot humor dhe estetik vizuale të jashtëzakonshme me Kuba. Me Kuba e mbani mend, me një cast aktorësh si Jennifer Coolidge, Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks e të tjerë. Minecraft vjen për të gjitha moshat në 2D dhe në original version vetëm në Cineplex, duke nisur nga nesër më 3 prill. Kështu që e dini çfarë duhet bëni nesër. Ndërkohë vazhdoni qëndroni në Radio Sol 89 FM. Ne ju përshëndesim këtu. Do të shihemi, do të dëgjohemi, do të takohemi të mërkurën e ardhshme në 17:00. Deri atëherë, bëfshi qejf. Mirupafshim. Pafshim.